mbi të drejtën ndërkombëtare. Do të them diçka tjetër lidhur me bordin e paqes, sepse shpesh do të shkëm tek origjina. Cili ishte origjina e bordit të paqes? Origjina e bordit të paqes ishte pikërisht për të mbikëqyrur çështjen e procesi të paqes midis Izraelit dhe Palestinës, sidomos pas sulmeve dhe gjithçka që ndodhi në Gaza. Dhe pastaj me kalimin e kohës u zgjerua. Dhe nuk u bë asgjë për një kohë shumë të gjatë, në fakt ishte një proces që pothuajse ra në gjumë plotësisht ose u zhduk. Dhe ka qenë vetëm në javët e fundit, si edhe është përdorur thjesht si një instrument politik për zotin Trump, për të rikthyer atë në qendër të politikës ndërkombëtare, që është drejta e tij, është drejta e administratës së tij, nuk e paragjykoj këtë, por po them gjithashtu që gjithashtu nuk mendoj që është një iniciativë, një nismë e mirë menduar, në fakt është nxituar. Së paktën sipas diskutimeve dhe bisedave që unë kam pasur me persona që janë rreth përqark të korridorëve në Washington DC, kjo shikohet më shumë si instrument politik, sesa një instrument i mirëfillt institucional që do të riorganizohet dhe ka fuqinë për të qëndruar këtu sot, nesër dhe pasnesër. Atëherë pyetja është, ne si Shqipëri, si politika shqiptare, a do të fuqizojmë këtë lloj përdorimi cinik të pushtetit ndërkombëtar, apo do të jemi në anën e të drejtës ndërkombëtare dhe të institucioneve ndërkombëtare që na shërbejnë ne. Sepse, dakord, nëse drejtat ndërkombëtare dhe institucionet ndërkombëtare nuk na shërbejnë, se kanë problem fare, le të jemi dhe ne cinik, le të shkojmë në anën e zotit Trump edhe shumë mirë ta bëjmë. Por fakti është që ne nuk na ndihmon diçka e tillë, e para, dhe e dyta, siç thash më parë, është një nisëm e nxituar, është një nisëm kryekëput politike, nuk ka të bëjë asgjë me ndërtimin e një rendi të ri ndërkombëtar, sepse mos harrojmë që puna për Këshillin e Sigurimit ose për Kombet e Bashkuara filloi që në vitet 41-42, ishte Roosevelti që e krijoi të gjithë strukturën dhe pastaj në momentin e caktuar, në kohën e duhur, gjithë këto vendime ndërmarr. Kurse këto vendimet të javës së fundit dhe si rrjedhim janë vendime të nxituara. Mirë Medir, faleminderit që ishe me ne në këtë pjesë parë programit. Medir Mena, profesor nga Idaho. Faleminderit Medir. Skënder, po e vazhdoj ty thot Mediri, që përmendi që temi Kombet e Bashkuara lindën fillim vitit 40 si ide e Rooseveltit, por ama për të zëvendësuar lidhjen e kombeve, Pra le të themi, nuk është se për shembull shikojmë se temi zoti Trump si personazh politik është personazh ndarës, nuk është personazh bashkues. Pra ai ndan në opinionin e tij dhe duket që ai nuk shqetësohet për këtë. Por nga ana tjetër, shembulli që mori Mediri tregon që në fakt Trump ecën në një traditë që nuk është se nuk e kanë bërë dhe paraardhësit e tij. Pra të rivendosjes së rendit të ri botror, bëri dhe Roosevelti pastaj me takimin e famshëm të Jaltës, me ndarjen e tortës me Stalinin dhe me Churchillin. Tani si shti me drejtë thuaj pas here, nuk janë më anglezët, po në tavolinë janë ulu kinezët. Po ama tendenca duket e qartë. Rusia, Amerika, Kina. Patjetër, po asistojmë Stokholm në një ribërje të vrajt dhe agresive të rendit botror. Siç ne e kemi njohur mbas luftës së dytë botërore dhe cila ka prodhuar, mendoj unë, në hemisferën veriore të paktën ka prodhuar një sasi të madhe demokracie, standardesh, të drejtash dhe edhe pasurie gjithashtu. Amerika më e pare që ankohet me gojën e Trump që i kanë bërë padrejtësi të gjithë të tretët e mundshëm, që nga paqësorje deri në Atlantik, ka njohur mbas luftës së dytë botërore dhe këtë e pranojnë vetë studiues amerikane, pranojnë mediat shumica e tyre dhe shumica e politikanëve madje që kjo nuk ka qenë një periudhë kur Amerika ka parë veten në dobësi me sipër. Përkundrazi, ka vendosur një rol udhëheqës në atë që konsiderohet sot si bota perëndimore dhe në daljet luftës së totë ka parë veten për 30 vite si e vetmja superfuqi në gjithë globale. Sot po asistojmë në një ribërje të këtij rendi botëror. Amerika në mënyrë të vrasht po del nga gjithë organizatat ndërkombëtare. Ajo po predikon mbylljen America First. Për fat, po krijohet, po e shohim, se pjesa tjetër e botës kur sheh këtë linjë agresive, mundohet të modifikojë qëndrimet e saj në realitetet e reja që ajo prodhon, dhe po shohim që nga Amerika e para, gradualisht po shkojmë drejt Amerika vetëm. Në këtë sens, në atë që mund të konsiderohet si djepi i globalizmit dhe që është forumi ekonomik botror i Davosit, sepse kështu është parë prej vitesh, zotrinjtë e dinë më mirë, Trump simbolikisht donte t'improvizonte këtë lloj spektakli, i cili natyrisht te i kalon me qindra herë
këtë lojën e vogël, si që tha profesor Milo, këtë lojën e vogël tonë shqiptare, ku parlamenti grindet për diçka që e dinte që në fund seancës do të votonte. Pra Trump inskenoi një OKB private, si që ka quajtur një pjesë e shtypit ndërkombëtar, që ta ketë për duke e kamufluar në mënyrë shumë tinzare në rezolutën 2803 të vitit shkuar dhe të samitit Sharm el Sheikut, duke e paketuar si një format që do të merret me gazën dhe që këtë tutje me sa ne po shohim, nuk do të merret me gazën, por do të merret me gjithë punët e botës. Tani këtë e bën një president i cili e ka quajtur veten dhe ka fituar madje par vjet me titullin president i paqes, por që në një vit, fiks në një vit në zyrën ovale, ka sulmuar Iranin, ka sulmuar Jemenin, ka sulmuar Venezuelën, i ka thënë Kolumbis dhe Kubës bëuni gati, ka thënë Kanadan do ta marrë shtet 51, kërcënon Groenlandën dhe dëshiron të prish NATO-n, sepse është e qartë që po sulmove një